سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga Allahu falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa ta'ala qala në Kur'anin famnat: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin." O ju që besuat, o ju që keni iman, hyni në din tërësisht për Allahu Azza wa Jalla. Përqafoni dinin Allahut, ashtu sikur që Allahu dëshiron dhe pejgamberi I tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos hecni mbas hapave të shejtanit, sepse shejtani është armiku juaj I hapur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala Allahut. Ligji më I mirë është ligji Allahut te baraka wa taala. Mësimet më të mira, porositë më të mira, udhëzimet më të mira janë porosit udhëzimet e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Veprat dhe punët më të këqija janë bidatet, risit në fe. Çdo bidat risi njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon për në xhehenem. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, sot është xumoja e parë pas një muaji agjerim Ramazan, ku juve I kujtohet se para hyrjes muajit të Ramazanit kemi bajtur derse, ligjërata, khutbe me tema se si muslimani kërkohet nga ai ta prit muajin e Ramazanit. Pastaj hyri muaji I Ramazanit, filluam me agjerim, me adhurim, filluam me ibadete të ndryshme, të cilat filluam me ibadete të ndryshme, me ligjërata, me mësime të cilat mësime ligjërata kishin të bëjnë rreth muajit të Ramazanit. Pastaj edhe musafirit të nderuar, musafirit të madh I erdhi përfundim, ku e lutim Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu azza wa jall pas muajit të Ramazanit të na përshëndrojë në rrugën e tij ya rabbel alamin. Me lutim Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pas muajit të Ramazanit të I përcon zemrat tona. Lutim Allahu xhalla xhelaluhu që pas muajit të Ramazanit Allahu të na forcojë imanin ton ndaj Allahut edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. E sot të nderuar xhamatli do të folim inshallah ta'ala si duhet të qëndrojë muslimani, apo si duhet të qëndrojë muslimania apo muslimani në ibadet pas muajit të Ramazanit. Dhe gjithashtu cilat janë pengesat që e pengojnë muslimanin dhe muslimanën ta vazhdojë ibadetin e tij edhe pas muajit të Ramazanit. Secili nga ne dëshiron ta ketë atë zemër
ashtu siç që ka pas në muajin e Ramazanit. Secili nga ne dëshiron që të vazhdoj të fal 5 të namazit edhe pas muajit të Ramazanit. Secili nga ne ka dëshirë me pas atë munduri që ka pas në muajin e Ramazanit. Dhe secili nga ne ka dëshirë që ta ketë imanin e fortë, ashtu sikur që ka pas imanin e fortë në Ramazan, ta ketë edhe pas muajit të Ramazanit. Elusim Allahu xhalal xhelalu për shëndrim, për mu edhe për juve, edhe për familjet tona në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar xhamatli, fillimisht në hutbën e parë më lejoni t'ju tregoj se cilat janë pengesat që e pengojnë muslimanin dhe muslimanën të vazhdojë rrugën e tij, të vazhdojë ibadetet dhe adhurimet e tija pas muajit të Ramazanit. Ato pengesa janë të shumta, por unë do t'i ceki më kryesorët. Do t'i ceki vetëm 3 pengesa që e pengojnë muslimanin të adhuron Allahun, të jetë i përshëndrueshëm në rrugën e Allahut edhe pas muajit të Ramazanit. E para, pengesa e para është shpresa e gjatë dhe dëshirat e kota. Shpresa e gjatë dhe dëshirat e njeriut, dëshirat e kota që i ka njeriu. Shpreson, dëshiron, edhe menon gjatë. Njeriu mendon se do t'jeton gjatë dhe nuk do t'i vjen vdekja. Kështu njeriu mendon. Ka shpresa të gjata dhe dëshira të shumta, që nëpërmes këtyre dëshirave dhe shpresave të gjata ai e haron vdekjen. Allahu subhanahu wa ta'ala, të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, shumë bukur e përshkruan një skenë në ditën e Kiametit, e cila skenë do të bëhet mes besimtarëve edhe mes munafikëve, dy fytyrshëve. Do të Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Al-Hadid, ajeti 13 edhe 14. Do të Allahu xhalla xhelalu lilladhina amanu aw kama qala subhanahu wa ta'ala yawma yaqulu lilmunafiquna والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Atë ditë kur munafiqët, dy fytyrshët dhe munafiqet do të thonë besimtarëve të sinqeritetve, na pritni edhe neve të marrim nga drita e juve. Atë ditë ka me pas dritë vetëm për ata të cilët kanë me hyrë në mëshirën e Allahut azza wa jall. Po atë ditë ka me pas edhe terrë. Që mu ringjallë, do të ringjallë të rinë në terrë. Shkaku që s'ka bu vepra të mira. E munafiqët, pa besimtarë, ju thënë besimtarëve, muslimanëve të sinqertë, na pritni edhe neve të marrim nga drita e juaj. U thuhet atyre besimtarë, u thënë atyre, kthehuni mbrapa, irgji'u, kërkoni tjetër dritë. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, munafiqët pa besimtarë do t'i lënë terrë, kurse besimtarët do t'i fut në xhenetin e tij. Dënimi është dënimi i madh për Allahu subhanahu wa ta'ala për ta njerëz. Pastaj Allahu xhalla xhelalu ndërmjet tyre do të vendos bariera, pengesa. Allahu subhanahu wa ta'ala mes munafiqëve dhe munafikëve dhe besimtarëve do ta vendos një derë shumë të madhe. Një derë shumë të madhe. Brenda asaj derës ka mëshirë, xheneti, kurse jashtë derës
është dënim për munafikët, zjarmi i xhenemit. Të lutim Allahu xhalla xhelalu të na mbrojë nga zjarmi i xhenemit dhe të na bëjë prej banorëve të xhenemit ya rabbel alamin. Ma'akum o ju njerëz, a ishim na zbashku në dynja? A nuk jetuam na zbashku në dynja? A nuk punuam na zbashku në dynja? Ju thënë puna besimtarëve, ju thënë ndim për tyre. Ata në xhenem, një vetë e madhe në mesin e tyre. Çfarë u thonin besimtarët munafikëve, pa besimtarëve? Munafikëve dyftyrshve, ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. Thot s'ka ndim sot për juve. As nuk ka sot përgjigje për juve. Besimtarët u thon munafikëve dhe munafikëve, sot nuk ka ndim për juve. Sot nuk ka përgjigje për juve, dhe pse na ishim dynja bashku, jetonim bashku, bënim aktivitete bashku, por ju e ndruat dinin e Allahut. Ju i ndryshuat ligjet e Zotit dhe i pasuat dëshirat e juaja të kota dhe i pasuat shpresat e juaja të gjata. Këtu pra është argumenti. Thot ju tash jeni në xhenem sepse i pasuat dëshirat e juaja, dynjallokut, dynjas, dhe i pasuat shpresat e gjata. Vëllezër të nderuar, xhamati, kështu njeriu e mashtron vetveten me dëshirat e gjata dhe me shpresat e gjata. Thot njeriu, hajtë se kur dali pension, filloj me fal 5 vakte namaz. Hajtë se inshallah jom ala njeri, prit njëherë t'i bëj 40 vjetë, unë kom shpresa, unë kom dëshira, prit njëherë, jam ala njeri, unë kam kohë kur me agjeru, edhe kam kohë kur mu falë 5 vakte. Pastaj thot, hajtë se kur të vona i pasun e japi zeqatit edhe sadakat. Pastaj thot, ka dorë se ala e reje jo me i kules. Kur të plak në atër, të e shpresat e kota, dëshirat e kota o vlezër të ndëruar. Kështu njerëzit musliman pretendojnë dhe shpresojnë në shpresimet e tyre të gjatave, dëshirat e tyre të kota. Hajtë kështu edhe hajtë kështu. Kur të rinë me ty, bon muhabet, thot do t'a bëj këtë, do t'a bëj atë, do t'a bëj këtë, në qopë se hynë, në dialog me do, me folë rreth dinit të Allahu subhanahu wa ta'ala, thot nuk kom kohë me folë për Islam. Nuk kom kohë me folë për namaz, nuk kom kohë me folë për Kur'an, nuk kom kohë me folë për sunetin e Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye neve na ka mësuar Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse rini me dikon për muslimanëve, e ai fillon me ju fol për dynja, ai fillon me ju fol për dynja, ai fillon me ju tregua shpresat që i ka të gjata, fillon me ju tregua dëshirat e kota të cilat ai i cila e pretendon me ju bo. Ktheja me njërë me ahiret. Kur të fol për dynja, ktheja me ahiret. Kujtoja Allahun, kujtoja ahiretin, kujtoja xhenetin, kujtoja xhehenemin. Kështu pra të ndëruar vëllezër, me shpresa të rrejshme, njerëzit jetojnë, me dëshirat të kota njerëzit jetojnë, edhe këto dëshirat të kota, edhe shpresat të gjata bëhen shkak dhe pengesë që njeriu ta vazhdon ibaditin e tij edhe pas muajit të Ramazanit, apo të bëhet muslimani i mirë në rrugën e Allahut xhalla xhelalu, shkaku pengesave, se Allahu ka Kur'an, wa gharratkum al-amani, ju apo ju mashtrojnë shpresat, ju apo ju mashtrojnë dëshirat e kota që i keni, e këtën pengesa që bon shkak për një musliman apo muslimane të haroj Allahun dhe të haroj vdekjen. Po vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në suratul Hijr, ajeti 3 dhe 4, thot Allahu xhalla xhelaluhu, dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Thot Muhammad, le thot ata,
thot le të naqen për kësaj dynjas. Le të hajnë edhe le të pinë. Le t'i pasojnë dëshirat e tyre. Le t'i pasojnë shpresat e gjata të tyre. Leja ata, mos u merr shumë me ta. Ata i ka marrë dynjaja përpara. Zemrat e tyre janë të vulosura. Ata s'mund me dalu haramin edhe halalin. Lejët ata le të naqen me të mirat e dynjas. Pastaj thot Allahu, "Fesawfa ya'lamun", e pastaj kanë marrë vesh një ditë. E kur kanë marrë vesh një ditë, kur t'ju vjen vdekja. Kur t'i vjen njeriu të vdekja, thot, "O Zot, jepëm edhe pak ymër të jetoj, se vallah, o Zoti im, kur gjë për ty s'kam bërë." Elusim Allahun xhelel xhelalu udhëzim për neve për musliman të rrugën e Allahut te bareke ve taala. Andaj kjo shpresë e gjatë edhe dëshira të kota bën shkak që njeriu të lajvitet ta pason rrugën e shejtanit. Kurse Allahu subhanahu wa taala udhëzon thot në një ajet kuranor tjetër, thot Allahu xhelel xhelaluhu kul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thot Allahu azza wa jall, thuaj robët të mi, të cilët e kanë ngarkuar veten me gjunahe, thuaj atyre mos i humbni shpresat pi Allahut, se Allahu ju fal mëkatet edhe gjunahet. Shpresat edhe dëshirat në të kota janë pengesë për adhurimin tonë ndaj Allahut dhe vazhdimshmërinë tonë në rrugën e Allahut. Kurse mos i humbni shpresat me thënë se vallahi unë i kam po 50 vjet, 60 vjet mu Allahu s'm fal. Allahu fal nëse i kthehesh rrugës së Zotit, nëse muslimani i kthehet rrugës Allahut, ashtu sikur Allahu dëshiron edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pengesa e dytë të ndëruar vëllezër, që muslimanin dhe muslimanin e pengon të adhurojë Allahun në vazhdimsi edhe pas Ramazanit, ajo është dhënia e tepër pas kësaj dynjaje. Dhënia e tepër pas kësaj dynjaje është shkak që muslimani dhe muslimania të lajvitet ta humb rrugën e Allahut, ta humb atë iman që ka pas Ramazan, ta humb atë lumturi që ka pas Ramazan, ta humb atë zemër që ka pas Ramazan, qofse pas Ramazanit apo në ditët e tij që jeton në dynja, jepet shumë mas dynjalokut e harron ahiretin, është pengesë për stabilizimin e tij në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Allahu xhelel xhelalu thot në Kur'anin famlar të ndëruar vëllezër, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Thot ju jepni shumë rëndësi kësaj dynjas, kurse ahireti është e gjithmonshme edhe më e mirë. Rabbana atina fi dunya hasana, o Allah, jepna të mirat e kësaj bote edhe botës tjetër, por mos bëhen të mirat e kësaj bote, mos bëhet evladi, mos bëhet pasunia, mos bëhet puna, mos bëhet jeta jote e përditshme që me ta humb rrugën e Allahut. Mos bëhet puna jote, Islami apo diçka tjetër që me ta humb rrugën e Allahut. Andaj pengesa që e pengon njeriu nga rruga e Allahut dhe qëndrueshmëria e tij pas Ramazanit në rrugën e Zotit, vazhdimshmëria e tij në ibadete dhe në praktikimin e sunetit të Resulullah, është shkak sepse njeriu i jep shumë rëndësi kësaj dynjaje pe haron ahiretin. Prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Resulullah e ka ditë shumë mirë që do të vjen një ditë njerëzit kanë me urrejt vdekjen, njerëzit kanë me urrejt xhamia, njerëzit nuk kanë me dash dinin. Pejgamberi ka ditë sepse Allahu i ka treguar e ka me dash ma shumë dynjalokun, ashtu sikur që ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka marrë një kohë që njeriu ka me dash dynja, ka me dash punën, biznisin, edhe ka marrë se punë edhe në biznis, ka me thënë valla s'kam kohë për Zotin, edhe kur fillon me folë me to për vdekjen, për Islamin, thot lutna se s'kam kohë. Këtë rast apo këto sende i ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam para 1400 viteve që hapi umetit të tij ka me radhën këtë gjendje. Prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka bo, ka thonë Allahumma ij'al ad-dunya fi aydi wa la taj'alha fi qalbi. O Allah, bën dunjan të jetë në duart e mia, por mos e bën dunjan me hyrje në zemër, sepse qofse muslimanit apo muslimanës dynjaja i dhën zemër,
ja shkatron ahiretin, ashtu si shëndet Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por të jemi mesatar ndaj dashurisë dunjas, të jemi mesatar ndaj punës, të jemi mesatar ndaj problemeve tona, por të japim më shumë rëndësi asaj në atë çfarë na ka kriju Allahu subhanahu wa taala, i cili thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova njerëzit edhe gjinët për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë. Të nderuar vëllezër xhamati, kur ka qenë halife Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve e ka qenë mu bë kryetar në një qytet prej qyteteve të Sirisë, në Homs, i cili qytet gjendet mes Halifit edhe Damaskut. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, këtë sahabi Abdullah ibn Amir al-Jumahi, e bon vali, e bon kryetar të atij popullit, sepse nuk kanë pas kryetar, nuk kanë pas udhëheq në mesin e tyre, s'kanë pas kush me udhëheq, kush bukon përgjes ndaj atij popullit, edhe e bon kryetar vali për atë katun edhe për atë popull në atë kohë. Por Abdullah ibn Amr al-Jumahi nuk dëshiron. Thot: "O Omer, mos më largo prej xhihadit, e po don me mxit në telashet muslimanëve, sepse po frikona se me telashet e muslimanëve mos ka harroj Allahu." Por u detyru Abdullah ibn Amr al-Jumahi me lënë xhihadin edhe mu bë prisë atij vendit ku është obligu më ka. Ditët kalojnë, jeta ecë përpara. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu e çon një delegacion në Homs apo Hims. Edhe kërkon prej valiut të vet, prej Abdullah ibn Amr al-Jumahi, i shkruan emrat e fukarave, që pastaj marrën ndihmat prej Medinës. Edhe pasi që delegacioni i kthehet Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, Omer si halifi muslimanëve në atë kohë, i merr edhe i lexon emrat e fukarave, e në mesin atyre emrave edhe kryetari i atij vendi fukara. Edhe kryetari, edhe valiu, edhe udhëheqësi në mesin e fukarave. Çuditet Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, thot: "Subhanallah, thot valiu im, udhëheqësi muslimanëve në listën e fukarave, si ka mundësi kjo?" E sot kryetar tonë, e sot presidentat tona nuk i din ku e kanë lekun e fundit, nuk i din pasurin ku e kanë, as që e tregojnë pasurin e tyne. E kurse ky udhëheqësi muslimanëve, duke pasur frikën e Allahut subhanahu wa taala, Omer ibn Khattabi përsëri urdhënon që delegacioni të shkon në Homs, t'i dërzohen diku 100 qese Abdullah ibn Amr al-Jumahi, që me i krye domethënë punë e tina të përgjithshme të cilat i ka, sepse nuk vite. Kur i vin qeset me pare, Abdullah ibn Amr al-Jumahi çuditet. Edhe fillon të vërtet në shtëpinë e tij. Thot: "Ja Allah, o Zot, çka u bozot me mu?" Gruaja vet afër, thot: "O burim, thot çka ki? A mos ka vdek halifja muslimanëve?" Që po vërtet, thot: "Jo, thot ma e madhe se sa kjo. Thot mos kanë humb muslimanët në ndonjë luftë, thot jo, thot ma e madhe se sa kjo." Thot: "Çka ki?" Thot: "Po burim, që po vërtet, thot a peshen qesën me lira, thot ma ka dërgua Omer ibn Khattabi, e po frigona se që këtë qesën me lira, mos po ma prish ahiretin." E sot natën dërguar vëllezër, a mundimi më u krahasu me imanin e tyre? Na për pak sende dynjalokut prishën, na për pak sende prishën, sepse ata e kanë pas imanin zemër, e sot për fakt të keq të pjesë e madhe të muslimanëve e kanë imanin barë. Allah i na udhëzoft ya Rabbel Alamin, na udhëzoft ne dhe familjet tona, të rritë dhe të reja tona në Islam. Thot Abdullah ibn Amr al-Jumahi: "O gruaja ime, po frikona se që to porët mos po ma prishin ahiretin." Thot: "Aty çka bëjmë?" Thot: "Ja u shpërndajmë fukarave." Gruaja vetë thot: "O burim, po thot na skemi për veti." Thot: "Ja u shpërndajmë fukarave e ta heqim këtë sendin për shtëpisë tonë. Mos ta prishën në ahiret." Abdullah ibn Amr al-Jumahi
në të cilën në një kohë prej kohëve duke udhëheq atë popull aty, Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu shkon me vizituar kryetarin e popullit. Me vizituar muslimanët në Hims, me çfarë halli i kanë, çu jetojnë, apo ju bën hizmet validë tyre. Kur shkon e pyet popullatën, thotë a mos po ankoheni prej Abdullah ibn Amr al-Jumehi diçka, thotë po të ankohemi për 4 gjëra. E cilat thotë janë ato 4 gjëra që po ankoheni ju prej kryetarit ju? Thotë e para nuk paraqitet në mes nesh vetëm kur kalon një pjesë e madhe e ditës. Nuk paraqitet në mes nesh vetëm kur kalon një pjesë e madhe e ditës. Do të thonë para ditës del hiç. Abdullah ibn Amr al-Jumehi, mesin e popullit edhe Khalifës Omer ibn Khattabit, thotë o Abdullah, është e vërtet? Thotë është e vërtet, sepse thotë unë rritë shtëpia e ndihmoj shoqës time. Jam kallaballok, kam familje të madhe, s'ka kush me ka futbulën, s'ka kush me ndihmu shoqën time, gruan time. Do unë rri një pjesë ditës deri në drejt do të ndihmoj në punë e shtëpisë çka ka nevojë ajo, pastaj thotë dalin në namazin e drekës dhe u përgjigjen popullit çfarë ata dëshirojnë. Thotë e dyta, i pyet përsëri thotë askujt nuk i përgjigjet natën. Askujt nuk i përgjigjet natën. Thotë Abdullah, a është e vërtet? Thotë po. Thotë unë ditën e kam lënë për popullin. E kam lënë për shatar, për katonat. Ditën e kom për ta. Ditën e kom që me punu me ta. Thotë kurse natën, thotë e kom për Allahu subhanahu wa taala me adhuru. E treta thotë, ankohen përsëri kujt që nuk paraqitet një herë në muaj. Valiu Abdullah ibn Amr al-Jumehi thotë nuk po paraqitet një herë në muaj. Thotë po Abdullah, çka është halli yt që nuk po paraqitesh një herë në muaj? Thotë po halife muslimanëve, thotë unë një herë në muaj të rrit gjithë ditët e shtëpia dhe zdar. Thotë arsyeja se thotë çati i laj peshat e mia. I laj peshat e mia, thotë dhe i prisi pasi që i laj çato rrobat e mia i prisi mu muter, atëherë thotë nesër më ndali në hizmetin e popullit. Edhe e katërta që ankohen, i thënë Omer ibn Khattabit, thotë kur rrin me neve Abdullah ibn Amr al-Jumehi e unë vetia. Zdim çka for. Omer ibn Khattabi thotë po Abdullah, a është e vërtet? Thotë vallahi, thotë është e vërtet. Thotë kur rri thotë me fshatar, me katunat, me popullin tem, unë si udhëhec, kur filloj me këshillu, kur filloj që punë e tyre me u rregullu, thotë më kujtohet ekzekutimi i Khubejt ibn Adijit. Kujtohet ekzekutimi, mbytja e një sahabiut që e kanë mbyt mushrikit në atë kohë, e unë e isha mushrik, pagan, e kom pas e qysh e kanë mbyt atë sahabi, Khubejtin. Ali ibn Khubejtin, e thot në fjalët e tia para ekzekutimit thoshte, unë nuk kom qef me i kus pejgamberin asnjë therr në dorën e tij. E thot pastaj të ekzekutohet duke thënë shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, thot kur kujtohet që kjo ngjarje thot mund vjen fik sepse isha mushrik edhe kur gjos mujta me bëu për sahabin edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu përsëri ja jep edhe një çese me parë. Pasi që jep një çese me parë ndër të shtëpia, thot oj gruaja ime përsëri Omeri më ka dhënë një çese me parë, 100 lira me parë, thot çka të bëj? Thotë oj gruaja ime, po të na mos përfishim ahiretin me dynja, e mami po jo shpërndaj fukarave. Dhe mu për këtë, Omer ibn Khattab radhiyallahu ka thënë, Abdullah ibn Amr al-Jumehi është ai i cili e fitoi xhenetin me dynja. Allah na mundëson që edhe ne me fitua xhenetin me dynja, Rabbi Rabbul Alamin, dhe muslimanat të adhurojnë Allahun dhe të jetë i vazhdueshëm muslimani dhe muslimania në ibadetet ndaj Allahut azza wa jalla është largimi prej xhamit. Kjo është pejgesa e tretë, largimi prej xhamit. Nëse njeriu largohet prej xhamis, nëse njeriu largohet prej hoxhës, nëse njeriu largohet prej xhamatit, nëse njeriu largohet prej aktiviteteve të muslimanëve, ato e han bujku ashtu siç e thot edhe popullatja. Andaj xhamia është shkak
që ta ruan imanin ton, ta forcon imanin ton. Xhamia është shkak që ta ruan besimin ton ndaj Allahut. Xhamati xhamis është shkak që t'i largon brengat edhe të lashët e huja. Andaj ai i cili largohet pi xhamis ka pasoja, kurse ai i cili është i vazhdueshëm në xhami, për këtë ka me pas sukses në të ardhmen, ashtu sikur që thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupe kanë me qenë në dijen e Allahut, a ditë kur s'ka me pas hije për mos hijes Allahut. Njëra prej këtyre 7 grupeve ka me qenë ai i cili shpirti i tij është i lidhur me xhami. Allah na mundëson që shpirtat tona të na lidh me shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë ishin 3 pengesa të ndëruar vëllezër që e pengojnë muslimanin dhe muslimanën ta vazhdojnë rrugën e tij në adhurime, në ibadete të vazhdueshme dhe pas muajit të Ramazanit. Qofse muslimani i largon çdo pengesa, ja largon vetës çdo pengesa, atëherë ka me qenë i rahatshëm në praktikimin e fjalës së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse përfundimisht të ndëruar vëllezër, cilat janë shkaqet, cilat janë sebepet që muslimani mundet të koni fort, më koni qëndrueshëm në rrugën e Allahut edhe në praktikimin e sunetit të Resulullah edhe pas muajit të Ramazanit. Cilat janë veprat dhe shkaqet që na përqendrojnë dhe na bojnë neve ta vazhdojmë rrugën tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Jo disa shkaqe, por unë do t'i përmendim vetëm disa. Shkaku i parë që ta ruajmë imanin tonë, besimin tonë ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit, shkaku i parë që të përqendron rrugën e Allahut subhanahu wa taala në vazhdimëri deri atë ditë kur do t'ia adreson shpirtin Allahut është duaja. Bon dua Allahu të vra musliman. Bon dua Allahu, ja Allah, përqendron në Islam. Ja Allah, udhëzon në Islam. Ja Allah, shto ma dashurinë ndaj teje dhe ndaj pejgamberit. Ja Allah, bënë për atyve që me pas frikë, bënë për atyve që me pas frikë ndaj xhehenemit dhe bënë për atyve që me jesë në rrugën e xhenetit. Bon dua në vazhdimsi kërko pi Allahu që Allahu me të mbrojë pit fshijave dhe çdo të mëron. Bon dua që Allahu me të udhëzu dhe me të përshëndu sepse pejgamberi ka bërë dua, ku ka thonë ja muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika. O ti i cili Allahu pejgamberi po bën dua Allahu, thotë ja Allah, o ti i cili ke zemrat tona në duart tuaja, përqendro zemrën time në dorën tonë. Kështu ka thonë, ka bërë dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë i përshënduar dhe i përvërcum, ka qenë i dërguari i Allahut, ka qenë njëri pa tërmeta pa gjunoha, dhe me gjithë atë ka bërë dua, ka kërkuar nga Allahu pejgamberi alayhis salam që Allahu me përshëndrua Resulullah në rrugën e tij. Edhe na do të me bë dua. Andaj prej duave të pejgamberit që porosisi unë me bë, ju porosis juve dhe besimtarve, një dua që është shumë e dobishme që muslimani ta bëjë çdo herë këtë dua. Ajo duaja është ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawr. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawr. O Allah, kërkoj piteje, o Allah, kërkoj piteje të mi vazhdon punë e mira dhe të mi shton punë e mira e mos të mi pakson punë e mira ndaj teje. Kjo është duaja. Puta Allah, ja Allah, shtoni punë e mira dhe ma mundësoj ja Allah që të punë e mira, ibadetet e mira që të këndo ty, mos pi pakson. Kështu ka bërë dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E dyta, prej shkaqeve që dhe sebepeve që ti mush mukon i fort në rrugën e Allahut, muslimani dhe muslimania që se dëshiron mukon i qëndrueshëm në ibadetet ndaj Allahut azza wa jalla pas Ramazanit është ziyadatu nawafili, ibadetet të lloj-llojshme, me bo ibadetet të lloj-llojshme, me bo nafile të lloj-llojshme, nafile të cilat kanë bojë me shpirt dhe me zemër, edhe nafile dhe ibadetet të cilat kanë bojë me fizikisht me trup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyet sahabët e tij, edhe ju thotë, kush sot pi juve e ka fal namazin e sabahit? Abu Bekri thotë unë. Thotë kush sot pi juve i ka vizituar vorat e muslimanëve apo e ka përcjell një xhenazë për muslimanëve? Thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu, thotë unë ja Rasulullah. Thotë kush sot pi juve ka dhënë sadaka?
pejgamberi parashkruan pyetje, të gjitha pyetjeve i përgjigjen kush Ebu Bekri, thotë Resulullah, nëse për ju dikush i përmbledhet çdo ibadetet të lloj-llojshme, nafile të lloj-llojshme, vetëm se meriton xhenetin e Allahut te baraka ve taala. Shkaku tjetër që të përqendron të forcon pas mujit të Ramazanit është el-ukhuwatu islamiyya, vllazëlloku. Vllazëlloku, thotë Allahu subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vllaz. Vllazër, nëse muslimanët janë vllazër, shejtani nuk mund të dëpërtu. Nëse muslimanët përçahen, shejtani do të përçan edhe më shumë. Andaj shkaku i radhës është nëse ju shkoni i përqendrueshëm rrugën e Allahut me pas imanin e fortë. Vlla musliman dhe motër muslimane me pas unitet mesimtar, me pas dashurin mesimtar, me pas fjalë miradijen mesimtar. E jo me akti kokën njëri tjetrit. Nëse aktem kokën njëri tjetrit, atëherë hub ai besimi. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nuk e ka imanin e fortë, nuk e ka imanin e fortë, nuk e ka besimin e fortë, përderisa ta dëshiron ato çka e dëshiron për vetin mia dash edhe Allahut tonë. Gjithashtu, të ndërruar vëllezër, është për shkaqeve që të përqendrojnë mas mujit të Ramazanit në rrugën e Allahut, në ibadetet e Allahut xhelaluhu, dhe jesh musliman i devotshëm, është me lexuar sirën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lexuar biografitë e sahabëve, me lexuar biografitë e gjeneratave të para, me lexuar biografinë e sahabëve, tabiinëve, biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse lexojmë këto biografi, këto libra, nëse i them tyne fjalëve, besojmë që në përmes leximit do ta kuptojmë që në vërtet ata kanë qenë burra të mëdhenj edhe na do të marrim si vetyra. Edhe funda, nëse dëshirojmë të qenë musliman fort në rrugën e Allahut, mos me pas luhatësinë në imanin ton, mos me deviju, mos me mbush shejtanin, mos me na mashtu shoqënia e keqe, është çdo herë kur shkon menja me po keq, me i dhnu Allahun kujtoje xhehenemin, por çdo herë kur shkon menja për me po diçka mirë, kujtoje xhenetin Allahut te bareke ve teala, sepse xhenetin Allahu ka krijuar për shpërblyesit, kurse xhehenemin e ka krijuar për ata të cilët bëjnë zullum në fytyrë të tokës. E lutim Allahun xhelalu që neve dhe ju dhe musliman anë ban ku janë që pas mujit të Ramazanit Allahu të na përshëndroj, të na forcoj në iman deri në Ramazanin tjetër, ya Rabbel Alamin. E lutim Allahun xhelalu që Allahu subhanahu